Qarkullimi I automjeteve në autostradat kryesore Tiranë-Durrës, Durrës-Rogozhin, Rogozhin-Fier dhe Fier-Vlorë do të monitorohen me kamera 24 orë në 7 ditë. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku tha se tashmë po bëhen testimet e fundit në terren, ndërsa synim final mbetet mbulimi I 3650 kilometrave rrugë që janë aseti I autoritetit rrugor shqiptar. 200 kilometrat e para kanë mbuluar autostradat kryesore të vendit, pra Tiranë-Durrës, Durrës-Rogozhin, Rogozhin-Fier, Fier-Vlorë dhe të gjitha akset e tjera të cilat janë akset kryesore. Do të ketë gjithmonë e më pak nevojë për prezencë fizike në terren të monitorimit të autostradave dhe ndërhyrja do të bëhet për shkak të bashkëndimit që ndodh brenda kësaj salle, pra njësitë e policisë rrugore do të njoftohen nga salla për të ndërhyrë në raste ku kemi automjete me shpejtësi të lartë. Kreu I qeverisë e cilësoi këtë platformë një histori të re në administrimin e territorit, ndërsa premtoi largimin e policisë nga rruga. Me rrugë një kapitull I ri në historinë e administrimit të territorit edhe në historinë e asistencës për qytetarët në gjitha nivelet, në nivelin e sigurisë rrugore, në nivelin e urgjencës mjekësore, në nivelin e emergjencave civile. Qendra e monitorimit të trafikut do të funksionojë me 122 operatorë, të cilët do të kryejnë monitorimin e rrugëve, ndërsa institucionet përgjegjëse firmoson memorandumin për bashkëpunim në administrimin e territorit.